kishe rolën aktrim. Kishe disa. Po. Si të pëlqeu ty më shumë? Ku ndjeve ti që ishe ti? Fallxorja. Po, duat ma demonstrosh pak, mos për fallxore, se do nisim prap gigi këtej. Ma demonstrosh pak çfarë ndjeve edhe në prova, por edhe në moment. Dua ta nisje me kosovaren, që është dialekti që unë e bëj më mirë nga të gjitha. Edhe të flasja ata të Kosovës nuk e kam fare problem unë me bon çdo kohë. Edhe ajo më pëlqeu shumë si rol, ishte karakter goxha i veçantë. Pastaj ishte Penelimu, Greçka, që unë nuk e kisha menduar ndonjëherë se mundes ta bëja, po çuditërisht ja dola dhe doli shumë bukur. Pastaj ishte dhe Fallxorja që ishte që bëri më shumë bum nga të gjitha të tjerat. Nuk e prisja të them të drejtën, ne qeshëm shumë në prova, po qeshëm më shumë ato mimikat që bënim. Nuk e prisja që njerëzit i qeshnin dhe me ato që thonim. Edhe ishte aq dinamike sa dhe unë vetë nuk po e mbaja do të qeshur në atë moment, nuk e di.